Ndodhi në Lezhë, do të flasim në studio me kolegun Sokol Bregu. Sokol, në Lezhë vritet babai Ram Brahimit, i cili një vit më parë, sikurse dhe e thamë, u vra në Greqi. Skema e njëjtë, autorët largohen në drejtim të paditur, policia nuk ka ende asnjë të dhënë. Çfarë mund të themi? Shko, më lejo ta nis nga historia e vjetër e Lezhës. Shteti e ka rruar prej vitesh. Lezhë është problemi më i madh i rendit dhe i sigurisë publike për momentin. Gjithmonë ne jemi marrë edhe media vetë, duke qenë se është më afër Tiranës, është marrë me ngjarjet kriminale të Elbasanit, të Durrësit, apo të ndonjë rrethi apo qyteti këtu afër me kryeqytetin. Por situata në Lezhë ka qenë gjithmonë problematike. Aty shtohet akoma më shumë problemi, sepse nëse ndonjëherë në Durrës dhe Elbasan policia zbart në një ngjarje dhe arreston, në Lezhë ka vite që nuk arrestohet asnjë prej atyre që kryen vrasje. Lezhë, çuditërisht, në statistikat e policisë mbetet, ose të prokurorit të përgjithshëm, mbetet vendi me më shumë vrasje në dekadën e fundit. Pavarësisht se vrasjet aty, duke qenë se nuk kanë ndodhur në për rrugë nacionale apo nuk kanë ndodhur në vende publike ndryshe nga ajo që ndodhi dje, kanë qenë jashtë vëmendjes së opinionit publik. E nisur nga kjo, në një moment ju kërkua prokurorisë dhe policisë së Lezhës që të ndronte disi mënyrën e hetimit dhe të fillonte ta merrte seriozisht, duke qenë se aty mund të ketë më shumë se 100 vrasje të pasbardhura të cilat mund të shumëzohen në të ardhmen, duke qenë se hakmarrja dhe gjakmarrja në këtë zonë është një fenomen i përhapur dhe kur kush nuk shmanget nga përgjegjësia familjare për të marrë hakun. Kjo është ajo si një parantezë dhe unë e kam menduar gjithmonë Lezhën një histori problematike. Ra disi qetësi, pasi s'pak nxori në kërkim një pjesë të madhe të personave që banonin aty, por rikthehet sërish. Që do të vinte ky moment absolutisht që kemi të bëjmë me një hakmarrje të vjetër, pavarësisht se pistat e policisë për momentin nuk është 1, po janë 3, sepse djali i viktimës i ekzekutuar vitin e shkuar në Athinë, jetonte prej kohësh në Dubai, ishte pjesë e një trafiku lëndësh narkotike. Vërtet ka patur problematika në të shkuarën me grupin më të rrezikshëm në atë zonë, por gjithsesi përderisa nuk kemi një përfundim se kush e kreu atë vrasje, dalim në konkluzionin që të treja pistat e ngritura të policisë në atë kohë dhe duke qenë se hetimet bëhen në Greqi, por ka letër porosi nga Greqia në Shqipëri, duke qenë se janë 2 apo 3 pista, le të mbetemi në këtë pikë. Unë mendoj që vrasja ka ardhur si një rezultat për mos ta lënë familjen që të mendoj për ndonjë hakmarrje të mundshme, dhe mendoj që i ati, viktima, ishte në dieni të ndonjë problematike të djalit të tij, se kush e ka qelluar në Athinë. Duhet kuptojmë që familjet ecin më shpejt se policia në hetimet e tyre. Ata gjithmonë e kanë një nuhatje apo si mund ta them, e kanë një nuhatje apo ndonjë ide se kush i ka qelluar, dhe kjo është një histori e ditur. Ndaj unë mendoj që edhe në këtë rast policia dhe prokuroria e zonës, jo që s'ka për ta gjetur, sepse ky është zinxhir i një kalvari të shumë të vrasjesh të ndodhura në atë zonë, por kjo është ajo që mendoj që do të vazhdoj kjo histori edhe më gjatë. Cili është parandalimi kryesor që të mos ndodhte kjo vrasje? Duhet kishim arrestime të vrasjeve të mëparshme. Pse nuk i ka bërë policia këto arrestime? Po nuk ekziston në atë zonë. Policia nuk ekziston? Policia jo, po çuditërisht është prokuroria e Lezhës është prokuroria me hetimin më dobët në çuditërisht. Mos harrojmë që prokuroria e Lezhës ka edhe Mirditën.
Sa herë jemi mbledhur për vrasjet e Mirditës. S'ka një të arrestuar. Një nuk e ka. Kjo për shkak sepse nuk ka fuqi prokuroria dhe policia për të zbardhur të tilla ngjarje, Sokol, apo sepse organet të tilla të rëndësishme, qoftë organi i ruajtjes së rendit, qoftë edhe organi, po themi, i hetimit, është indikuar nga bota e krimit, pra ka ndërhyrje. Si mund ta lexojmë? Po unë do thosha pa aftësi. Pa aftësi. Mos dëshirë. Pse duhet ngatrohet? Është fiksë, shiko, ne kemi folur shpesh për mafjan në Itali, po nuk është se në Rom nuk ekziston prokuroria. Nuk është se nuk ekziston në Milano, apo ku e diun, në Torino, apo në qytetet kryesore të industrializuara. Prokuroria atje nuk ekziston dhe në Sicili, nuk ekziston dhe në Napoli. Kështu është dhe Shqipëria. Ekziston në Tiranë një prokurori, ekziston në base edhe në Elbasan, pavarësisht dyshimeve që kemi apo në Durrës. Në Lezhë nuk ekziston. Është problem shumë i madh. Në të kundërt nuk do kishim kaq shumë vrasje pa autor. E kuptoj. Kjo është e gjitha. Pastaj shpeshherë në biseda me ta ose me ekspert të cilët ose me ish prokuror thonë që është e vështirë të punosh në atë zonë. Problemi është për çfarë morë titullin prokuror, kur është kaq e vështirë të punosh në atë zonë dhe pse pranove detyrën. Kjo është, ata edhe kur kanë, nuk u lumtojnë fare në pikat. Nuk i kanë ata 5 dëshmitar, pavarësisht asaj historisë që thonë këtu njerëzit nuk bashkëpunojnë, dëshmitarët rrinë large, nuk e pranojnë se ka një problematikë, edhe duhet pranuar dhe kjo që edhe po t'i thrasësh dhe ta di se kush e qelloi nuk e tregon kurrë, se do me marr hakun vet. Dhe kjo është e njohur në këtë zonë. Por kjo do të thotë gjë që një prokuror mos punojë në aq më me i vën përgjim gjithë do gjej një provë. Këtu po përgjohet gjithë Shqipëria, s'po viga do ta i 10 veta në përgjim në Lezhë. Dhe kjo është problematika që do vinim deri këtu. Kush është, ose më saktë, çfarë roli kishte Rohan Brahimi në, po themi, trafikun ndërkombëtar, besoj, të lëndëve narkotike? Ishte një personi i vendosur në Dubai. Lidhjet e tij mund të kenë qenë shumëta, para kishte, forcë ekonomike kishte. E këtë forcë ekonomike e trashëgoi familja, e cila mendoj unë që kundërshtarët e tyre menduan në një moment që mund të përgatiteshin për të goditur ata dhe nuk respektuan radhën. Nuk ka më respekt, domethënë, gjakmarrja është prishur në Shqipëri dhe është kthyer në një formë tjetër. Kur thua nuk respektuan radhën, çfarë i referohesh? Po t'ishte histori gjakmarrje me kanun, do prisje nëse ti vret një njeri, domethënë do prisje radhën që të fshiheshe e një histori e tillë. Këtu është prishur ky fenomen shumë pak, vetëm në zonat malësisë madhe mund të ekzistojë ende një respekt ndaj kanunit apo gjakmarrjes. Sot është vrit sa më shumë të mundesh, domethënë në radhë. Kjo është një gjysmë forme gjakmarrjeje, por jo tipike. Kjo është, nëse më lejohet ta them, gjakmarrja moderne. E kuptoj. Tani, media e lidh gjithmonë me historitë problematike që Brahimi mund të ketë patur, prendi në fakt, ai Brahimi e ka bërë më vonë për shkak të problemeve, mund të ketë patur dikur me historinë e Martinajt, po kjo është pak të thuash kur se mund të themi çdo lloj problematike që ai ka patur në të kaluarën, po problemi është që nëse ti ke patur 1, 2, 3, 4, 5 problematika, nuk mund të jetë një gazetar ose media që të përcaktoj se kush nga këta të 5 e ka kryer një gjë të tillë. Ndërkohë, cili ka qenë sinjali që kanë dashur t'i japin autorët me këtë veprim që bën, duke ekzekutuar babain e Rohan Brahimit? Çfarë kanë dashur? Apo thjesht kanë marrë hak për... Jo, nuk kanë marrë hak. Mendoj që janë para përgatitur për ndonjë goditje të mundshme nga ana e personit. Kjo mendoj unë. E mbyll kjo vrasje, nëse mund të quaj sagën e hakmarrjeve në Lezhë? Kur kush nuk e mbyll. Edhe 10 vrasje nuk e mbyllin një. Dhe 10 vrasje nuk e mbyllin një. Ndërkohë, pas atentatit në Lezhë, Sokol, dua të kaloj tek atentati tjetër që ndodhi mbrëm në kryeqytet, 4 të plagosur, mes tyre 2 të mitur, të cilët të paktën sipas informacioneve të deri tanishme janë
në gjendje kritike për jetën. Mediat shkruajnë se kemi të bëjmë me një ngatres, pra që autorët dyshohet se kanë qenë ndjekje të bashortes së Roan Brahimit për të lidhur dhe me ngjarjen e kaluar dhe kanë ngatruar automjet për shkak të makinës së njëjtë tipit makinës, targave. Që media ashtu edhe unë pjesë e medias jam. Prirem të mendoj që është e tillë. Prirem të mendoj që është e tillë. Të qellosh fëmijë është gjëja më, ku diun, më e rëndë në botë. Nëse do të jetë me paramendim, unë mendoj që ky është një ndër krimet më të rënda që mund të ketë ndodhur në vend në dekadën e fundit, nëse është me paramendim dhe nëse nuk është gabim në shënjestër, dhe mendoj që vërtet ne larguam nga vendi ose nga Shqipëria duke i çuar në burg një numër shumë të lartë vrasësish me pagesë, por nëse kjo do të jetë me paramendim, atëherë duhet përgatitemi që vrasësit e rinj me pagesë janë më të egrit e mundshëm. Tani pse unë kam patur një komunikim zyrtare, edhe zyrtare dhe jo zyrtare me Policinë e Tiranës, e cila po kryen hetimet, dhe ajo del në këtë përfundim për një arsye. I goditur pra shënjestra mund të jetë edhe e gabuar, nuk ka asnjë konflikt në jetën e tij. Nuk ka problematika, nuk ka asnjë lloj në të gjithë kohët e fundit. Pra s'ka asnjë lloj problematike me ndokënd. Dhe kur nuk ka asnjë lloj problematike me askënd, policia thotë që e mendon për një gabim në por është gabim. Nuk di ta them. Mund të jetë një gabim sepse shiko, skuadrat e vrasjeve funksionojnë në mënyrë të tillë. Dikush vrojton shënjestrën dhe makina me vrasësit ndodhet në një vend tjetër. Mundet edhe që në momentin e fundit nuk e ka parë që kanë hipur fëmijët. Kjo është e gjithë, ose ka patur një ide që duke ndjekur rutinën, se s'ka dashur të afrohet duke ndjekur rutinën, ka dalë në përfundimin që po shënjestrat tyre mund të ishte në automjet. Sepse mundet edhe shpresoj që të jetë një ngatres, se në të kundërt do të ishte një barbari, domethënë, ta kryesh një krim të tillë, por prap shkoj në mendimin që targën e dinin. Vërtet themi që automjetet janë të parafërta, po nuk ndiqet në një makinë me parafërsi, ndiqet me targë. Kështu që jemi përpara një situate shumë të rëndë dhe kaotike në këtë rast. Sokol, mund të themi se fshihet diçka pas këtyre ngjarjeve? Më lejo vetëm në këto 48 orët e fundit bëj një përmbledhje. Ngjarja tek afër digës së liçenit, ku në një restoran ndodhi një plagosje për motive, po themi, për borxhe. Atentatin e Lezhës, kjo e Tiranës, nuk janë pak si shumë në një kohë kaq të shkurtër dhe kur duket sikur është destabilizuar rendi dhe siguria? Jo, s'to flisja për një destabilizim, këto janë situata të cilat priteshin, jo kjo, jo kjo e fëmijëve, ajo në Lezhë, dhe si ajo e Lezhës, unë mendoj që do ketë dhe shumë të tjera, sepse policia për momentin është duke u marrë me mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe të fushatës elektorale, dhe duke qenë se është shumë e fokusuar në këtë drejtim, që të gjithë mund të kenë gjetur hapësira që të ikin policisë në një moment të caktuar. Sepse nuk kemi të bëjmë me vrasës si dikur që merrte armën gjaknësie sipër dhe dilte, po kemi të bëjmë me ato që kemi parë kohët e fundit, edhe në Skaj dhe në Kroçat, kemi të bëjmë me grupet në një vrasje nuk marrin pjesë vetëm 3 autor fizik, marrin më shumë se 10 veta. 2 prej cilëve gjatë gjithë kohës vetëm vrojtojnë se ku janë grupet e shërbimit të policisë. Sa larg janë nga vendngjarja. Për sa mund të vinë, bëjmë për llogaritje të sakta
se si mund t'i ikësh, se mirë mund të kryesh krimin, po si do ikësh si do dalësh nga... Për t'i shpëtuar. Për t'i shpëtuar mbulimit të policisë. Dhe këto i kemi parë me shumë detaje. Me të vërtet pa i lexuar të gjitha ato që kishin komunikuar në Skype dhe në Kroçat. Dhe unë do mendoja që në një moment është paftësi e policisë si nuk i kap si del. Jo. Kemi ardhur në grupe tipikisht të strukturuara kriminale, ku në një vrasje nuk marrim pjesë aq sa mendojmë ne, 1 apo 2 apo 3, marrim pjesë më shumë se 10 veta. 2 prej cilëve janë në shërbim vetëm për të parë shërbimet policore se ku ndodhen. Po jo pa të ditë, po për një muaj rresht, vëzhgojnë rutinën policore, vëzhgojnë lëvizjet e tyre në një zonë caktuar, vëzhgojnë se për sa e bëjnë, për sa mund të arrijnë në një moment të caktuar në një vend. Mund të provokojnë në një moment një ngjarje për të parë shpejtësinë e policisë për shkuar reagimin e policisë. Pra nuk kemi të bëjmë më me vitet e shkurë ku nuk ekziston ajo. Jo, kemi të bëjmë me një... Dhe është situatë vërtet. Unë nuk mendoj që jemi në një situatë të rënduar të rendit dhe sigurisë publike, por jemi në një kapërcim të kufive të vrasësve, në rastin konkret, të cilët e kryen këtë krimin e djeshëm në nuk e di, nuk arrej do ta mendoj se si mund të qelloj një makinë me fëmijë brenda. Dhe me qenë se të kam këtu Sokol, dua të të pyes dhe për një tematik tjetër, por më lejo të përcjell shkurtimisht një informacion dhe për ata që na ndjekin se 3 persona janë arrestuar në flagrancë dhe 3 të tjerë janë shpallur në kërkim nga policia pasi dyshohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer trafik droge me post nga Shtetet e Bashkuara. Në njoftimin e saj, policia thot se gjatë operacionit Pako 1 u arrestua në flagrancë 2 persona duke marrë në një dek postare në Tiranë një pako me rreth 522 gram kanabis me përqindje të lartë THC që dyshohet se ishte trafikuar nga SBA. Nga hetimet ka rezultuar se porosici Pakos ishte një 25 vjeçar me iniciale BF që u shpall në kërkim, ndërkohë që gjatë operacionit Pako 2 arrestua në flagrancë një 19 vjeçar duke marrë në një dek postare në Shkodër një pako me rreth 1.07 kg kanabis, po me përqindje të lartë THC. Si qëndron kjo tematik, trafik droge me post nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri? U bë shumë kohë që ekziston. Mendoj që kapet 1 në 4 ose 1 në 5. Se pjesa me madhe mendojnë që nuk gjurmojt, kalon. Kalon. Në të kundërt nuk do ishte kaq e përhapur. Se të tjerët marrin frikë. Nëse kapet e para, kapet e dyta, kapet e treta, nëse kalimet janë 100% në favor të policisë, nuk bën më njëri. Kjo ndodh, arrestet janë pothuajse çdo muaj ka një 2-3 të tilla. Dhe është në masë. Por, kjo nuk është më shumë për një trafik, nuk është më shumë për një shitje. është për përdorim personal mbi gjitha, sepse këto e kanë forcinë e kjo lloj droge, është shumë e fortë. Vërtet mund të bëjë diçka më tepër, po kur kush nuk do rrezikonte burgun për ta sjellë, përveç se dëshirës për ta provuar. E kuptoj. Pra është për përdorim personal se sa për tregti po thua. Mendoj më tepër, sepse edhe sasit janë të vogla. Sasit nuk janë aq të mëdha. Fitimi nuk është aq i madh në rastin konkret sa për të rrezikuar burgun, se me postje fundi e fundit. Edhe ka një problem kur ti e tërheq, do shkosh në kamerat e postës për ta tërhequr. Dhe aty kapesh. Se do shkosh në kamerën e postës, edhe posta gjithandej ka kamera kur ti e tërheq. Patjetër, si në rastin konkret. Dhe rreziku është shumë i madh për një njeri i cili merret me këtë. Janë duke u bërë hetime për raste të tilla, Sokol? Se e përdorin. Jo, e kam fjalën për transport në këtë lloj forme, apo kryen hetime? Çdo rastin janë raste të veçantë. Domethënë, nuk është se po bëhet në një pse po ndodh. E përhapur është. Dikur kishim 1, 2, 3 raste, sot kemi një përhapje vërtet shumë të madhe të kësaj situate. Bëhet fjalë vetëm për trafik të kanabis, jo kanabis, po me një përqindje të lartë të lartë, shumë të lartë, do të thotë që i bën, ku e di unë, po ta përdorja gjuhën e tyre, i bën ndru shpejt. Dhe kjo është arsyeja
pse, dikush nga ata dhe mund ta përdori për tregti, se ajo ka fitim, unë nuk e di me sa u vjen nga posta kush rrezikon e tjera, nuk është se jem fut në njëherë me kaq detaje se sa mund fitojnë. Por këtë e di fare mirë nga hetimet, domethënë, e ka përqindjen shumë të lartë të forcisë së kanabisit, kryesisht është një kanabis i bërë në mënyrë në dhoma të veçanta. Në Shqipëri nuk mund të prodhohet njësi ajo dhe prandaj e marrin me post nga Amerika. Po Shtetet e Bashkuara kanë problematika shumë të ndaja në këtë, nuk është se shpërndahet vetëm. Me sa mbaj mend, diku përpara 5-6 vitesh u kap një shtetas i cili mund të kishte kaluar qindra mijëra dërgesa të tilla me post. Mirë, po ka një gjë. Posta pse vjen dhe informacioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se ky nuk është një informacion që se Shqipëria nuk i di fare. Vjen që ande informacion. Për një arsye. Çuditërisht se Shtetet e Bashkuara nuk e ndrojnë kur kushtetutën, asnjë. Kanë mbajtur atë kushtetut para 200 ca viteve. Dhe kur i kanë bërë ato ndarjet, shërbimi postar konsiderohet jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është pjesë e hetimeve të FBI-s. Është njësoj sikur ne, çdo prishje të postën ta kishim në SPAK. Nuk e di pse është në Amerikë, çuditërisht, domethënë FBI-a vjen edhe nëse ty në një shtëpi kanë goditur kutim postare. Merret FBI-a me atë punë. I ka ngelur prej kushtetutës që shërbimi postar, sepse konsiderohej përpara 200 vjetësh që shërbimi postar ishte shteti, ishte shumë i rëndësishëm dhe nuk u ndrua kurrë. Dhe shërbimi postar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i takon FBI-s. Është njësoj sikur zarfat këtu t'i kontrolloj SPAK-u ose me gjithë dërgesat që bëhet, domethënë t'i kontrolloj SPAK-u, aq rëndësi i japin ata shërbimit postar. Dhe ata e kuptojnë fare mirë për ditur se kujt po i shkon, japin sinjal homologëve shqiptar që kjo dërgesë është me drogë dhe e kuptojnë me njerë, se ka kontroll të imtësishëm. Kjo është dhe arsyeja pse kapen. Nuk është se kapen nga pala jonë se dikush bëri kontroll, kur ato erdhën me avion dërgesat, ne i pam atje që janë. Jo, s'është ajo. Është sinjali që vjen që atje, duke qenë se ka një kontroll të jashtëzakonshëm. Faleminderit Sokol që ishe në studio. Faleminderit ju.